Në ndeshën Gjilani Malisheva e kemi shkoqitur 3 raste. Kemi në minutën 12 lojtari sulmuesi i Gjilanit me numër 7 ka topin në pronësi dhe hyn në zonën e 16 metrit, ku vjen ndërhyrja e lojtarit mbrojtës Malishevës, i cili zgjat këmbën, ku pengon sulmuesin që ishte pozitë shumë të mirë për të shënuar. Këtu gjyqtari Jashari me të drejtë akordon penallti. Kemi minutën e 66. Këtu kemi ndërhyrjen e mbrojtësit Malishevës me numër 3 në sulmuesin e Gjilanit me numër 19, i cili është në zonën e 16 metrit, ku shifet këmba e majt e mbrojtësit që godet sulmuesin e këmbë dhe ja pamundson që të godas topin dhe të rrezikon portën e kundërshtarit. Gjyqtari Jashari pozicionuar mirë me të drejtë akordon penallti. Një duel për pozicionim ku topi nuk është në pronësi të asnjërit. Kemi lojtarin me numër 19 Gjilanit, i cili tenton të pozicionohet sa më mirë në zonën e 16 metrit, ku zgjat këmbën në rrugën e sulmuesit me numër 7 Malishevës dhe lufton për top, ku shihet një kontakt i lehtë në lojtarin sulmues, i cili paraprakisht zgjat edhe ai këmbën në rrugën e mbrojtësit për të pozicionuar. Pra shihet qartë se të dytë luftojnë për top, ku rrëzohen së bashku. Këtë rast kyçet vari, i cili fton gjyqtarin Jashari për rishikim të pamjeve në monitor. Pas rishikimit të pamjeve, gjyqtari mbetet tek vendimi i drejtë, nuk kemi penallti. Ndeshjen e ligës parë, Trepça të Thanon Rami Sadiki, kemi minutën 84, ku kemi lojtarin me numër 7 Rami Sadikit, i cili ka topin në pronësi dhe është më i avancuar se lojtari me numër 10 i Trepçës të Thanon, i cili bën një veprim të pamatur, ku hyn në rrugën e sulmuesit, ku kemi edhe një kontakt në këmbën e majt të sulmuesit, ku ja pamundson që të dalë pozitë mirë për të rrezikuar portën e portierit vendas. Pra këtë kemi të bëjmë me penallti. Gjyqtari në fushë lejon lojën të zhvillohet, kyçet vari që fton në rishikim të pamjeve. Pas rishikimit të pamjeve, gjyqtari Janoveli akordon penallti për ekipin e Rami Sadikut.